Gjatë kësaj jave, vëmendja u përqendrua te zhvillimet politike në Kosovë, situata me radio-televizionin e Kosovës, sporti, kultura dhe lajmet nga showbizi. Në politik, përpjekjet për formimin e institucione vazhduan me takime mes partive parlamentare. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se është e rëndësishme të zhvillohen bisedime me të gjitha partitë, edhe nëse nuk do të jenë pjesë e së njëjtës qeveri. Ai tha se lëvizja vetëvendosje beson se ka mbështetjen e nevojshme për krijimin e institucioneve, duke përfshirë edhe partitë e komuniteteve jo shumicë. Kurti theksoi gjithashtu se presidenti i ardhshëm duhet të jetë figurë konsensuale, me integritet dhe mbështetje të gjerë politike. Takimi mes Kurtit dhe kryetarit të PDK-s, Bedri Hamza, përfundoi pa ndonjë marrëveshje. Hamza ritheksoi se PDK do të mbetet në opozitë edhe gjatë këtij mandati, por do të bashkëpunojë në kuvend për çdo çështje që është në interes të qytetarëve. Ndërkohë, kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, refuzoi ftesën për takim me Kurtin, ndërsa ky i fundit tha se do të kishte preferuar që edhe Aleanca të ishte pjesë e konsultimeve. Edhe në LDK pati zhvillime të rëndësishme. Kryesia qendrore i dha mbështetje të plotë kryetarit Lumir Abdigjiku, duke vlerësuar rritjen që partia ka shënuar në zgjedhje, megjithse pranoi se rezultati nuk i përmbushi pritjet. LDK bëri të ditur se zgjedhjet e brendshme do të mbahen në afatet e rregullta të caktuara sipas statutit të partisë. Një tjetër çështje që dominoi javën ishte situata në radio-televizionin e Kosovës. Federata Sindikale e RTK-s dhe SPE RTK njoftuan se punojësit kanë mbetur pa paga për 10 ditë dhe paralajmëruan protesta nëse pagat nuk ekzekutohen menjëherë. Sindikatat akuzuan bordin dhe menaxhmentin për dështimin dhe menaxhimin e situatës, duke theksuar se vonesat e pagave janë bërë problemi përsëritur dhe po rrezikojnë mirëqenien e qindra familjeve. Në fushën e kulturës, Filharmonia e Kosovës mbylli sezonin artistik 2025-2026 me koncertin amerikan, të mbajtur në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Koncerti u kushtua 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në sport, sulmuesi i kombëtares së Kosovës Albion Rahmani realizoi transferimin më të madh të karrierës së tij, duke firmosur me Venezia në Serian A italiane. Ai nënshkroi kontratë deri në vitin 2029 dhe u shprehi emocionuar për sfidën e re, duke premtuar se do të jep maksimumin për klubin dhe tifozët. Ndërkohë, Mergim Vojvoda vazhdon të jetë një nga futbollistët kosovar më të kërkuar në Itali. Sipas mediave italiane, Cagliari, Parma dhe Venezia janë në garë për transferimin e mbrojtësit, i cili aktualisht është pjesë e Komos. Edhe Kupa e Botës 2026 solli disa histori interesante. Messi vendosi një rekord të ri të padëshiruar, duke u bërë lojtari i parë që humb 2 penallti në të njëjtin edicion botëror. Megjithatë, Argentina arriti të eliminojë Egjiptin me rezultat 3-2 dhe vazhdon garën drejt fazës tjetër. Nga ana tjetër, Mbappe u bë objekt i reagimeve të forta në Paraguay. Gjatë festimeve tradicionale San Juan, një kukëll me emrin e tij u dorë simbolikisht pas eliminimit të Paraguayt nga Franca në Kupën e Botës. Në showbiz, Princ Leka dhe Princesh Blerta u bën prindër të një djali, të cilin e pagezuan me emrin Alexander. Lajmi u prit me urime të shumta nga publiku dhe personalitete të ndryshme. Këngëtarja Xhencila Myrtezaj reagoi ndaj raportimeve që lidhen me një skem të dyshuar të pastrimit të parave. Ajo mohoi kategorikisht akuzat, deklaroi se nuk është subjekt i asnjë hetimi nga SPAK dhe paralajmëroi ndjekje ligjore ndaj kujdo që publikon informacione të pavërteta. Ndërkohë, Ledri Vula festoi 40 vjetorin e lindjes në një atmosferë familjare. Reperi u surprizua me një festë private dhe me një Porsche 356 Speedster klasik, ndërsa pranë tij ishte edhe vajza Poem Blue, e cila e shoqëroi në këtë moment të veçantë. Këto ishin zhvillimet kryesore të javës.
Nga përpjekjet për krijimin e institucioneve, protesta e paralajmëruar nga Radio Televizioni i Kosovës dhe sukseset e sportistëve tanë në arenën ndërkombëtare, e deri te ngjarjet nga kultura dhe showbizi, java solli një sër lajmesh me ndikim në Kosovë dhe me gjerë.